Prandaj duhet kemi një bazë morale ku i kthehet secili prej nesh, për gjykuar se nëse veprat tona janë të moralshme apo nuk janë të moralshme. Pra kemi dakord të dy o vëlla që Zoti ekziston dhe mund të themi me plot gojën që jeton te empatia. Se me sa duket edhe ti që ke dakord që empatia është gjë e duhur. Siç morë rastin e Palestinës, për shembull këto po bëjnë gjenocid, po vrasin kalamaj dhe nuk kanë empati ndaj tyre. Lind pyetja, do ishte mirë që të gjithë njerëzit vepronin me empati? Nëse do kishim gjithë empati, ne gjithë do ishim Jezusi, e kupton, mos e bëj keq edhe tjetrit, kthej faqen tjetër, fal, gjëra të tilla. Bota do ishte më e mirë nëse gjithë njerëzit do kishim empati. Jemi dakord? Problemi o vëlla, siç thash, te video e kaluar, nuk është ekzistenca e Zotit. Mund të themi se Zoti është empatia, ose ndjenjat me frekuencë të lartë, si për shembull dashuria, gjëra të tilla. Ndjenjat që të bëjnë të bësh gjëra të mira. Por që ta garantoj, domethënë që njerëzit nuk e kanë shkruajtur mirë atë libër. Njerëzit, domethënë se ta garantoj që Zoti që është i barabartë me empatinë, dhe Zoti i mirë, nuk është Allahu. Një Zot që ka empati, edhe është mirë për ne, nuk do na thotë vrisni për këtë libër. Domethënë, plus që pastaj jam dakord me ty që empatia për shkak se morali është subjektiv. Diçka që i duket gjë e mirë dikujt, i duket gjë e keqe dikujt tjetër. Na duhet një emëruesi përbashkët, një rregull i përgjithshëm, mos vrisni. Kupton, jemi të gjithë dakord që nuk duhet vrasim. Mund të jemi edhe unë aty për shkak dakord që nuk duhet martohen dy burra. Po sipas librit tat nuk duhet martohen dy burra, po mund të martohesh me fëmijë. Mund të martohesh me kushërinë e parë, zemër. Rast të tillë na bëjnë të mendojmë si ka mundësi që Allahu na thokat që është e lejuar të bëjmë diçka që është komplet e pamoralshme, si për shembull të martohemi me fëmijë. Është mendosh për ta na sjelltën e empatisë që duhet ndjesh në kalemanit. Nuk ka rëndësi si rrotullo mohabetin. Fëmia nuk do më martu me ty. Kështu që është e pamoralshme. Këto raste të bëjnë të mendosh, mos Allahu nuk është më vërtet Zoti, mos është thjesht ajo që do të Muhamedit besosh ti. Mund ta marrim dhe me kuptim literal, mund të jetë djalli që po shtiret si Zoti. Nga e dim këtë gjë për shembull nga fjalët e Muhamedit. Djalli foli nga goja e Muhamedit, ose dhe e bëni pagan për ca momente. Edhe pastaj u kthy prap normalisht. Kupton çfarë do të them? Nga e dim i herë gjithë revelationin, gjithë informacionin që i dha Zoti Muhamedit. E dim kur ky takoi Gabrielin në një shpellë, o zemra. Takoi Gabrielin, udhim brek nga Afrika dhe pastaj doli foli me gruan e vet që e kishte shumë më të madhe se veten, edhe ishte vejush, mos gaboj. Edhe kjo tipja shkoi dhe u takuan bashkë me një murg çifut të verbër. Edhe ky murgu që i foti verbër i tha që ky ka qenë Gabrieli. Kjo është prova që ka qenë Gabrieli dhe jo djalli ose me një murg që i foti verbër. Shumë herë kam dëgjuar këtë që është i pandryshuar, edhe nuk ka ndryshuar që kur është shkruajt, nuk ka kundërshtim ndaj vetes, domethënë është një nga librat më të rujtë dhe më të saktë. Kot ja fusni, domethënë se nuk e di kush e ka thoni pari këtë që është pa sakt, domethënë nuk është se s'ka kontradiktë ndaj vetes, nuk është se i pandryshueshëm. Në një vers specifik shkruan që duhet të vritet dikush që tenton të ndryshojë fjalët e Kuranit. Pse s'po shkoni me i vrarë 7% popullatës islamike që janë në Afrikë, ose 7% e popullatës islamike lexojnë Kur'an tjetër. Se ju thonë që është vetëm një Kur'an. O zemra janë 72 të ndryshme, nëse i merr fjalë për fjalë, se është fjala e Zotit, e kupton, nëse ndryshon një fjalë për kthimi, është një Kur'an tjetër tash. Se ka ndryshuar fjalën e Zotit. Hajde gjej cila është e saktë. E kupton? Po dy kryesorë janë. Është ky që përdorin 93% e botës, është një version afrikan, që është 7% e botës. I ke vritën ato, se ka ndryshuar fjalën e Zotit. Ndërsa sa për këtë që nuk kundërshton veten, ose se kuptoj kush është përnda këto, domethënë po mund të flasim gjithë ditën, sa të kesh kohë ti, dhe mos ma merr për kundërshtim, e kupton? Thjesht e kam lexuar edhe unë, edhe e kam kuptuar, si shumica e njerëzve nuk e kuptojnë, thjesht e lexojnë, ose mos e trejnë se lexojnë fare. Si puna e kushtetutës, e kuptoj, gjithë jetojmë në ligjet e kushtetutës, e gjithë do futemi në burg nëse kapemi duke mos e zbatuar kushtetutën. Kush e ka lexuar nga ne kushtetutën? Këtë o zemra. Si po jetojmë, e kuptoj, thjesht po jetojmë. Për kundërshtimet, mos gaboj o zemra, ka një 6 vende të ndryshme ku mund gjeni 6 lëndë të ndryshme me të cilat Allahu e krijoi njeriu. Domethënë shkruhet diku që e krijoi nga argjila, diku tjetër shkruhet që e krijoi nga një rrobë gjakosur, diçka e tillë, domethënë sa më më mirë. Një vend tjetër shkruhet që e krijoi nga uji. E kuptoj çfarë them, ka një vend që shkruan që Zoti e krijoi tokën dhe qiellin në 6 ditë, i vend tjetër 2 kapituj më poshtë shkruan në 8 ditë. Amon më zemra, sa për dijeni o zemra, Kurani të ky vendi këtu shkruan që nuk ka dhunë në fe, nuk mund ta detyrosh dikë të jetë pjesë e fesë që je edhe ti, domethënë nuk ka detyrime. Edhe pastaj te këto vendet e tjera shkruan që duhet ta vrasësh dikë, ose për shembull ti marrësh taksë të shesht, dikujt nëse nuk ka besimin tat. Dhe e quaja kundërshtim, e kupton? Në një vend specifik, o zemër, Allahu ka shkruar që kushdo që është i krishterë duhet ta besoj gospelin e Jezu Krishtit, duhet ta besoj e ta respektoj, domethënë se ndryshe je rebel dhe jo besimtar ndaj Allahut, nëse nuk beson gospelin e Krishtit Biblës. Kupton? Por në një vend tjetër Muhamedi shkruan që këta nuk e kryqëzon. Tash ja ta besojmë apo jo, më zemër? Sa për dijeni, nëse Kurani shkruan që duhet ta besojmë Biblën, mund të shkojmë te Bibla e të gjejmë një vend te Revelation, te libri i fundit, mos gaboj që shkruan literalisht këto do jenë, ky është fundi i librit. Nuk ka libër tjetër që vjen më mbrapa. Nëse vjen një libër tjetër më mbrapa vjen nga djalli. Kupton? Kështu që sipas Biblës, Kurani është gabim. Nëse Bibla është saktë, Kurani është gabim, se është libri i djallit që vjen më mbrapa. Nëse Bibla është gabim,
Kurani është gabim, prap, se Kurani thot beso Biblën. Mund të flasim gjithë ditën për këto vëlla, një disrespekt, domethënë siç të thash thjesht po të bëj quote librin. E kam lexuar librin dhe e kam kuptuar më mirë, domethënë jemi dakord të dy që Zoti ekziston. Zoti është ndjenjat e mira, na ka dizenjuar, mund të argumentohet për të bërë mirë, përderisa ne ndihemi mirë kur bëjmë gjëra të mira, si për shembull jep 200 lekë lypsit. Kupton çfarë them? Por nuk është Allah, nuk më do menja, domethënë ka shumë më tepër shanse të jetë mendimi i Muhamedit se si është Allahu. Edhe këtë ka besuar gjithë bota. Nga kush e kemi marrë mendimin ose nga dikush për shembull që thotë është i vetmi profet që thot nga unë ka fol djalli. Kështu që nga e dim që nuk ka fol djalli kur e shkruajti gjithë librin. E kupton, mund të jetë komplet fjala e djallit sipas Muhamedit. Kupton çfarë them, na bën të dyshojmë. Gjëra të tilla, e kupton, mund të themi se ky person për shembull është një person që na thotë që unë nuk bëj mrekullira, mrekullirat janë vetëm për Allahun, unë jam thjesht një lajmtar, domethënë jam thjesht njeri, nuk bëj mrekullira. Pastaj domethënë çik më vonë ky fluturoi me gomarën zemra, nga Mekka deri në Jeruzalem mos gaboj, edhe i vetmi dëshmitar është gomari. Thjesht mos e duhet ta mendosh dhe herë vëlla, mos e nuk do të marrim këshilla nga dikujt që i ndryshon menin çdo çfarë kohë, edhe i ndryshon rregullat që shkruajti vet, si për shembull lejohet marrim deri në 4 gradë dhe pastaj ndryshoj se sa lejohet marri vet, ndryshoj rregullat për vete, domethënë mund të marrim vejusha, me sa duket, po vetëm unë. Edhe Allahu më dha leje mund të marr 11 gradë zemra. Ju rrini, e kuptoj çfarë u them? Sa për argument fundit, mund të flasim për shembull se si Muhameti tha në një vers specifik që ma çaft Allahu aortën e zemrës, nëse unë rrej kur shpërndaj fjalën e Allahut. Si vdiq o zemra? Vdiq në një mënyrë që kur i vrau familjen, një gruaje çifute, ajo i tha të bëj një darkë o zemra. Masi i ka vrar familjen, e kupton ti do haje darkën e një gruaje që sapo i ka vrar familjen, Muhameti më sa duket e hëngër, e kupton? Edhe pastaj i kishte vu helma, jo, edhe pastaj i u ça aorta, edhe vdiq o zemra. Shumë ironike, ë, Zoti punon në mënyra shumë misterioze. Mase ky libër nuk vjen më vërtet nga Zoti, mas është një libër politik me qëllim për të pushtuar toka të tjera. Cili është qëllimi që Allahu për shkakun nuk të lë më martu burr me burr, po të lë më martu me kushërinë e parë. Që sot e kësaj ditën e na dalin për shkakun gjona të lidhme me IQ-n, që ka shumë mundësi të dali budall kalamani, nëse e bë me kushërinë e parë. Nuk ka rëndësi, kur po mundohemi me pushtu toka të tjera, shumë mirë që bë kalamaj, edhe shumë mirë që dalim budallëj, se do shkojmë ti bëjmë ushtar, të pushtojmë toka të tjera ose më. Ma shpjegoni do të arsyejmë se një mashkull musliman mund të marrë grua të krishterë, po një femër muslimane nuk mund të marrë burr të krishterë. Pse? Se doni me pushtu toka të tjera ose më? Debati i përgjithmonshëm mes muslimanëve dhe të krishterëve për punën e trinisë, që si mund të jetë Zoti i tre, unë se kuptoj për çfarë bëjnë këtë gjë, domethënë se islamët besojnë që është tre gjithashtu, domethënë keni parasysh Ati, shpirti i shenjtë dhe biri sipas krishterëve që thonë mund të jetë tre. Allahu zemra, Kurani fizik dhe esenca e fjalëve të Zotit, sepse fjalët e Kuranit, esenca e fjalëve të Zotit nuk është e barabartë me librin fizik. Libri digjet, njësoj si trupi fizik i Zotit, siç thon krishterët, Jezusi vritet, por jo Zoti. E kupton çfarë do të them? Nëse e djeg Kuranin, nuk e djeg fjalën e Zotit, ke djeg vetëm librin fizik. Kështu që ju besoni në tre gjëra gjithashtu, se nuk mund ta bësh lutjen, mos gaboj, domethënë, nuk mund ta bësh lutjen pa pas Kuranin me vete. Kështu që të duhet libër fizik me recito fjalët e Zotit, o zemra. Nëse ty të duhet patjetër libri fizik për të recituar ose për të kuptuar tamam fjalën e Zotit, i bi që ke lartësu librin fizik aq sa ç'është fjala e Zotit. Që më duket çik si shirk, domethënë çik si blasfemi, nuk e kuptoj, domethënë si se kuptoni këtë gjë. Sidomos pastaj ajo që bëhet te kubi në Mekë. Që edhe sot e kësaj dite vetë muslimanët se kuptojnë për çfarë shkojnë atje. Shkojnë atje dhe sikur duhet të justifikohen. Kjo nuk është se po adhuroj gurin, fare. Ka marrë kot këtu. Thjesht më tha Muhameti, e kupton? Gjithë librin pa zbaton, thjesht të tha Muhameti. Për më mbyll, me thonë dhe i gjë nga shpirti do të them Lali. Nëse një libër vjen me vërtet si fjala e Zotit, nuk do të thotë budalliqe historike, nuk do të thotë për shembull jetën e Muhametit ose nga ana tjetër, jetën e Abrahamit, domethënë gjëra të tilla. Do të thotë si me u sjell në shoqëri, definitivisht nuk do të thotë martohu me fëmijë. Do të thotë sillu mirë, e kupton? Do të thotë si mu marr me smundje. Qofse më vërtet Zoti i plas për ty, domethënë do të thotë si më marr me smundje, gjëra të tilla. Jo më zemra, nuk ka zgjedh me të thonë këtë, ka zgjedh me të thonë faktin që Muhamedit i pëlqejtë t'ia lepinin ngisht atë çunat e vegjël. Kështu që mos s'duhet ta besoj, më kupton? Nuk e di si e gjykon ti. Haj çik në vonë.